Oh! Mirdita. Mirdita. Unë jam Roberti. Alfredi, Shef Fredi. Zonë se erdhe. Si u kam? Unë jam shumë mirë. Më falë. Unë dua ha pjata për dreka. Okej, gjo Robert, ke arë në momentin e duhur, sepse jemi një krizë punëtorësh, prandaj në vishë për parë që më kludem. Tu sa të falët? Po, pa tjetër. E du të punosh. Po? Nuk hahet pa lek. Unë gratuaj për dreka ime. Pa tjetër? Okej. Shumë mirë. No, it's okay. Shefi? Okej. Bravo, faleminderit shumë. Jemi okej? Po, unë jam shumë mirë. Robert, tani do fillosh qërosh qepët. Qepët? Pa tjetër. Unë jo. Okej. Bje keq. Unë qaj. Pa tjetër, shumë me qaj. Po. Unë shumë i lumtur. Ti do shikon qaj... Po, dhe kjo me gëzon. Ja bi thik tjetër? Bravo. Ku është thika? Po. Do të kaloj edhe pak letër? Bravo. Faleminderit ju. Tani pun. Qëroj qepet. Okej. Me fina i madh. E para i qërojmë, pastaj do të mësoj si pritën. Okej? Po. Kujdes gishtat. Një qep, dy qep? Dy qep. Dy qep. Bravo. Unë qaj, suri me uj. Sa vjet që gratuan? Unë 30... 13? 32. Po, me shumë. Po. Çfarë pjata ti pëlqen gratuan? Sfidet e mia më të mëdhaja kanë qenë ato pjata tipike shqiptare kthyer në një format gourmet, në një format më të bukur e më fine. Po, me pjata e shqiptare e kthyer në një format francez. Po. Aha. Çfarë ne gratojme? Tani, çfarë? Tani do bëjmë peshku. Një Koran. Kjo është Koran. Koran e quajmë liçeni kuqizi. Po. Sepse do shërbehet Korani i pjekur në zgarë, do shërbehet me një krem domatet dhe panxar. Pra merret ngjyrën e zezë dhe lëkura e Koranit do të shkojë një pak në djegje, marr ngjyrën e zezë me një krem kumbulle. Aha. Me kumbull? Po, me kumbullat e thata. Po. Në Korani nga liçeni orid. Orid. Po. Bravo. Po. Kjo është herë e dytë. Po? Provoj në Korani. Qepet këtu tani. Po? Okej. Bravo. Qaj. Një njeriu që qan shpërthen gjithë gjërët e këtia ke ka. Për unë duhe shikoj pjata me ha. Me hanë, po. Me qaj nuk kupton? Mirë qepën tani. Po, bravo. Oj. Ngrot. Mirë? Po ti je guzhinjer. Guzhin? Ti guzhinjer? Po. Po? Pritani, fjale madhe me guzhinjer, e? Jo po. Mos bës si shqiptaret. Po, unë nuk shqiptar. Bravo, shefi. Po. Shqiptaret thonë gjithmonë po. Dita bësh këtë punë, dita bëj. E bërë dhe këtë punë, po thotë. Gjithmonë thënë po. Pasaj nuk din gjo. Po. Tani do skuqim qepëm, dhe sa të marrin ngjyrë floriri. E din që është floriri? Floriri? Nuk kupton floriri. Nuk kupton floriri, por gjithë e kuptojnë ti floririn. Pse nuk e kupton ti? Floriri, miu. Jo floriri, jo florë. Gold, flori. Po, unë kuptoj, flori. Po, unë kuptoj, tani, po. Tani, do ta skuqish ti? Po, bravo, me dorën. Me dorën, bravo. Dhe unë po pres domate. Po. Flori.
Unë gratuaj zi, nuk